Pakoja e marrësit digital kujtesa përmban marrësin digital kujtesa, kablon SCART, telekomandën së bashku me 2 bateri dhe konektorin e ri i cili duhet ta zëvendësojë atë ekzistues. Këto janë mjetet e nevojshme për ta instaluar marrësin digital kujtesa. Për ta instaluar marrësin digital, ndiqni këto hapa. Largojeni kablon ekzistues nga televizori juaj. Këpoteni konektorin ekzistues për ta vendosur konektorin e ri, i cili gjithashtu vjen së bashku me marrësin digital. Largojeni shtresën e kablit me kujdes pa dëmtuar fijen e brendshme. Me kujdes, gjithashtu largojeni edhe pjesën e jashtme të kablit. Kujdes, mos I dëmtoni fijet që gjenden në shtresën e mëposhtme të kablus. Zhvendosni fijet e bakrisht ashtu siç e shihni demonstrimin në ekranet tuaja. Vendoseni konektorin duke rrotulluar ngadalë derisa pjesa e brendshme e kabllos të arrijë në kufizimin e brendshëm të konektorit. Tani, kabloja është gati për ta vendosur në marrësin tuaj digital. Ai duhet të vendoset në pjesën e brapme të marrësit tuaj digital, në vendin ku shkruan cable in. Për ta lidhur marrësin digital me aparatin tuaj televiziv, përdoreni kablin SCART, që po ashtu gjendet në pakon e marrësit digital. Kablon SCART vendoseni në pjesën e mbrapme të marrësit. Gjithashtu pjesën tjetër të kablit vendosni në televizorin tuaj dhe marrësi juaj digital është I gatshëm për përdorim. Nuk ka nevojë për asnjë konfigurim tjetër.